A pranohet sadakaja hoç nëse japim njeriu të gabuarit, i cili nuk e meriton? Kemi menduar që është meritor, por ja që ka dalë që nuk meriton atë sadaka. Shumë e mirë. Kjo ndodh në disa raste të njerëz, edhe mandej pak ndjehet njeriu sikur çka i dhash atij po. Po. Ose dikush të fajson, si i ke dhënë filanit ti a di që ai subhanallahu, ndoshta ti nuk e ke ditë. Ndodh kjo. Është më rëndësi, domethënë spari prej neve kërkohet që para se t'japim, ta shohim pak. Volumtim. Po, pak ta shohim kush ka nevojë, kush nuk ka nevojë, kush është më meritor, ka raste që dy vet kanë nevojë, mirë po njëri është pak më meritor. Edhe është më rëndësi me pa, sidomos nëse e di që dikush ato të holla, atë ndihmën që ti ja ofron, ai ndoshta e shfrytëzon dikund ku Allah është i dhëruar. Ndoshta Allah nuk është i kënaqur dhe ti ndihmon. Shembull, ne nuk është në rregull ti ndihmojmë dikujt i cili pasurinë e tij të holla që ofrohen i harxhon bastore, i harxhon kazino, i harxhon harame. Jo, ati nuk i ndihmohet me sadaka. Domethënë ai njerëz duhet të tërhiqet. Mirë po, nëse ndodh që nuk e dim, mendojmë ne për të mirë, i ndihmojmë dikujt dhe ndoshta del personi që nuk ka qenë meritor. Atëherë ne kemi shpërblim, atëherë ne kemi shpërblim. Pse sadakaja jonë është bë për hir të Allahut. Mirë, po personi nuk ka qenë i qelluar, ne edhe në këtë rast kemi shpërblim të Allahu Azza wa Jall, edhe nëse ai nuk është meritor. Dhe kështu ka ndodhur në një prej rasteve, të cilin e ka përmend vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili thot kishte qenë një njeri i cili kishte dalë natën me dhënë sadaka. Del me dhënë sadaka, mirë po nuk i njeh, nuk i di njerëz kujt me i dhënë. Dhe fillon e sheh filanin, ja jep sadaka edhe largohet. Del nesër t'i kryen disa punë, i dëgjon njerëz duke thonë mbram dikush i ka dhënë sadaka një vjedhësit. Subhanallah, vjedhësit, habitet ky, ku e gjeta gjithë ato njerëz, bashat vjedhësin, ka me dalë edhe një herë. Ka me dalë ditën tjetër me dhënë se kjo me këtë vjedhësin ndoshta nuk vlen, ndoshta nuk pranohet. Del ditën e nesërme, e sheh një grua. Thot kjo grua ma mirë, se sheh burri, ndoshta ka mundësi diçka, grua pak më e sigurt. Ja jep asaj grua dhe largohet. Nesër i dëgjon njerëz duke thënë mbram i ka dhënë sadaka dikush një lavires, një zinaçares, a jepet sadaka zinaçares. Subhanallah, një nat vjedhësit, një nat lavires, ka me dalë edhe një herë. Ditën e tretë sigurisht ka me ja qellu vendit, personit, atit të duhurit, meritorit të sadakas. Dhe del ditën e tretë apo natën e tretë dhe e sheh dikant duke kalu, i ndan atë pasurinë që e ka veçu për sadaka, i ja jep edhe largohet. Mirë, po ditën e tretë i dëgjon përsëri njerëz duke thonë mbram dikush i ka dhënë sadaka një të pasurit. Sa ka nevojtar, sa ka fukara, sa ka meritor, dikush i ka dhënë të pasurit sadaka. Ky njeri kthehet në shtëpi me dertin e madh. Vjedhësit s'është në rregull. Lavires nuk është në rregull. Të pasurit, po edhe kjo nuk është në rregull, kthehet në shtëpi i dëshpëruar. Me dertin e madh që sadakaja e tij nuk e gjen vendin, ndoshta është defekti, problemi të une. Pse kjo sadaka nuk e gjen vendin ku duhet, po shkon dikund, a thu pasuria ime është në rregull, është halal, apo ku është problemi? Derisa i paraqitet një mesazh, dhe kjo është nga Allahu Azza wa Jall, që e çon një mesazh nëpërmjet dikujt që ti thot, atij që i ke dhënë sadaka edhe vjedh, ndoshta sadakaja jote bëhet sebeb që ai mos me vjedh. Ky njeri vjedh. Ai tash mund të mendon, pse unë me vjedh? Ka njerëz të mirë, elhamdulillah, që unë s'kam nevojë me vjedh, ata do të më ndihmojnë dhe unë nuk ka nevojë me marr pasurinë në mënyrë të haramit. Ajo lavireja do të mendon, pse unë me shku me shit nderin tim, kur ka njerëz që më ndihmojnë prej muslimanëve me sadaka. Dhe ai pasuri do të thotë, përderisa dikush më i dobët se unë jep sadaka, ndërsa unë i pasur
pse unë mos jap sadaka? Dhe ai do të fillon gjithashtu që t'jap sadaka, që ta shfrytëzon dhe ta realizon këtë shpërblim dhe këtë ibadet ndaj Allahut Azza wa Jall. Pra sadakaja në raste të caktuara që mund të ndodhet gabimisht t'i jepet dikujt i cili nuk është meritor, megjithatë e ka shpërblimin tek Allahu Azza wa Jall. Inshallah. Inshallah.